Ajo është një emër mjaft i përfolur në showbizin roz, po flasim për Beatrix Ramosën, ku tash e një kohë është larguar nga skena muzikore totalisht. Por së fundmi, Beatrix Ramosa në një video ka publikuar një moment mjaft të veçantë në llogarinë e saj në TikTok, ku shihet me mikrofon në dorë teksa e këndon këngën Shkrepsja e Duhanit. Nuk ka qenë vetëm triste që e shijoi pafund këtë eksperiencë, por edhe një numër i madh i ndjekësve të saj, teksa e kërkojnë me ngulm rikthimin e saj në muzikë. Një nga komentet që Ramosa ka pëlqyer ishte: "Rikthejo muzikës, të lutem", duke lënë të kuptohet sipas saj se një rikthim në muzikë mund të ndodhë shumë shpejt. Lind pyetja: "A do të dëshironi ta shihni sërish Beatrix Ramosa në skenë? Lini komentin tuaj poshtë videos." Siç e thamë më lart, fansat janë të shumë që kërkojnë rikthimin e saj, dhe dëshira e tyre për ta parë Beatrix Ramosa në një intervistë për të treguar se si po shkon jeta e saj është mjaft e madhe, por ajo, me sa duket, vazhdon të ndërtojë jetën e saj larg syrit mediatik. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.